يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Allahu Gjelle Zelalu ka thonë, ato po e shofin larg, unë po e shoh ngat. Kallzoju, thuju lirisht, një gjo është e ditur, ngata. Dita, data nuk janë me rëndësi, një është e sakt. Me vërtet që ka me orë po, edhe ngat shumë. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. Dhe i fryhet suri dhe shkatrohet dhe vdes çdo gjë që në qiell dhe në tokë dhe bëhet pluhur çdo gjë. Dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë trazuar, dhe kur malet e kodrat të jenë bërë pluhur, dhe kur e gërsirat të afrohen dhe shpjetrat të tubohen, dhe kur qielli të jetë çarë dhe xheneti të jetë hapur dhe zjarri të jetë afruar, mendon njeriu çfarë ka punuar. Kurani e thotë se kullu men alejha fan o yabqa wajhu rabbike dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë do ta shkatrojnë kiamet dhe mbetet vetëm Zoti i lartë madhëruar. Kullu shay'in halikun ila wajhu. Çdo gjë do ta shkatrojnë kiamet vetëm unë do mbes. Ta kujti ta konsumdimi suprem sot. S'ka përgjigje çdo gjë. Hesht. Thot kujti ta konsumdimi sot. Ejnë l-muluk o ebna l-muluk. Tha ku janë mbretërit e bijtë e tyre. Ejnë l-gjebabire o ebna l-gjebabire. Tha ku janë diktatorët dhe bijtë e tyre. Ku janë shtetet dhe fuqit e tyre. Ku janë prisit dhe bijtë e tyre. Thot ku janë malet, ku janë kodrat, ku janë yjet, ku është qielli, ku është deti, ku është toka. Ku janë njerëzit, ku janë gjindet, ku janë engjit, ku janë mëkatet, ku janë zullumet, ku janë padrejtësit, kush mund përgjigje? Dhe kur vjen i madhi Zoti qofshin fal atij për të gjykuar njerëzit, toka nuk mbahet më fillon dridhe. Njerëzit mbesin të hutuar dhe toka vazhdon dridhe dhe Sundusi Suprem vjen për të gjykuar. Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelal, Sundusi Suprem i këtij universi. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. Dhe kur flitet për çështje të mëdha që do ndodhin për dorën, gërma të cilat tingëllojnë fuqishëm në shpirtin e çdo kujt dhe japin një tronditje të madhe, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tha kur të dridhet toka me dridhjet një pasnjëshme. Ky është tërmeti i madh. Në një rast ka thënë sa ndikon ky tërmet ke njerëzia. Sa ndikon ky tërmet në ato njerëz që po vdesin në kiamet apo po ringjallën ditën e ringjalljes. E ka përshkruajt në një sure tjetër dhe ka thonë: Ja eyyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Tha o ju njerëz, nuk ka thonë o ju besimtar, se ajo i përfshin gjithë. Tha o ju njerëz, friksojeni të madhit Zoti qofshin fal. Kujt po i friksohesh ti vëlla dhe motër të begatoft krijuesi i gjithësisë? Mos u frikson nga askush tjetër, nga asnjë gjë tjetër, mos ki fobi asnjë gjë tjetër. I vetmi frikë respekt duhet të jetë për atë që kontrollon në mënyrë absolute gjithçka, Sundusit madh të universit. Tha ja eyyuhan nasu taqu rabbakum. Tha o ju njerëz, friksoni vetëm Zotit. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Tha tronditja e madhe e kiametit është një çështje e madhe. Sa e madhe? E para thot ajo që është shtatzën e hedh përpara shtatzënin e saj.
Çdo muaj që të jetë fëmia i del asaj nga trupi. Çdo lloj femre që është në atë kohë shtatzon nuk e përballon dot tronditjen e madhe të Kiametit. Wateran nas, dhe i shikon njerëzit, dhe po të shikosh në atë çast kur ndodh tronditja e madhe, tërmeti i madh thu janë të dehur gjithë. Thotë jo, dënimi i Zotit është i madh. Shenjat e Zotit gjithësisë në këto çaste janë mëdha, sa njerëzit se përballojnë më inteligjencën, i hikan ajo fare, edhe ngelin si të dehur dhe lëvizin si të çuditur. Kështu ka thënë Zoti i gjithësisë për tërmetin e madh. Dalja e Dejxhallit është prej shenjave të mëdha të Kiametit. Tjetër e dyta është zbritja e Isaut a.s. për ta vrarë atë. Edhe kjo është prej shenjave të mëdha të Kiametit. Domethënë dalja e Dejxhallit, zbritja e Isaut a.s. për ta vrarë atë. E treta është Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. E katërta është, apo e katërta, e pesta dhe e gjashta janë 3 shafitjet që do të ndodhin. Shafitja e lindjes, do të ndodhi ku ka lindja. Kjo është shenja e katërt. E pesta është shafitja e perëndimit. Do të ndodhë një shafitje e madhe e tokës në perëndim. Do të thonë një shafitje aq e madhe që do të jetë e jashtëzakonshme, që do të dallojë prej shafitjeve tjera. Ky tërmet i madh, ky s'ka të ndalur. Thot Zoti i dha zulziletil ardu zilzalaha. Vazhdon thot bjeni tërmet i madh. Ky është tërmeti edhe i Kiametit që ndodh në këtë botë dhe i tërmetit që fillon kur ringjallet njerëzia në botën tjetër. Po ky nuk është sot matet, për shembull ishte kaq ballë tërmeti dhe kaq sekonda. Nga tërmetet më të mëdha janë 1 minutë, se më shku më shumë me shafit i vendit. Këto janë tërmete në miniaturë të vogla. Kurse tërmeti i madh është tërmeti i Kiametit. Tërmeti i madh është tërmeti kur ringjallet njerëzia. Kur njerëzia do ringjallet, i madhi Zot ja lëviz tokën për ta bërë ringjalljen sa më madhështore dhe sa më të fuqishme atë, dhe përmendi Kur'ani famlar. Surën Zelzele i dha zulziletil ardu zilzalaha. Tha ç'është mendimi juaj kur toka tronditet me dridhjet një pas njëshme. Ky është tërmeti i madh. Në një rast ka thënë sa ndikon ky tërmet ke njerëzia. Sa ndikon ky tërmet në ato njerëz që po vdesin në Kiamet apo po ringjallen ditën e ringjalljes. E ka përshkruajt në një sure tjetër dhe ka thonë: Ja eyyuhan nasu taqu rabbakum inna zelzelata saati shay'un adhim. Tha o ju njerëz, nuk ka thonë o ju besimtar, se ajo i përfshin gjithë. Tha o ju njerëz, friksojeni të madhit Zoti qofshin fal. Kujt po i friksohesh ti vëlla dhe motër të begatoft krijuesi i gjithësisë? E gjashta prej shenjave të Kiametit të mëdha, apo shafitja e tretë, është shafitja që do ndodh në gadishullin arabik, apo në qendër të tokës. Tham njën lindje, njën perëndim dhe njën në gadishullin arabik. Me këto u bën 6 shenjat e mëdha të Kiametit. Shenja e 7 është tymi i cili do të del, dukhan, do të del një tymi i madh, masovik. E 8 është lindja e diellit nga perëndimi. Tham kjo nuk është mbas renditjes, po thjesht një përmendje. E 9 është kafsha e cila do t'ju fol njerëzve. Do t'del një kafsh e çuditshme që s'ka qenë më herët dhe do t'ju fol njerëzve. Pra, do t'ket aftësi që t'ju fol njerëzve. Dhe 10 është zjarri i cili do t'i tuboj njerëzit. Zjarr i cili do t'del në jug të gadishullit arabik apo në Yemen dhe do t'i tuboj njerëzit për ka Shami. Dietarët kur i përmendin shenjat e mëdha të Kiametit e përmendin edhe një shenjë. Kjo shenjë ndodh kur ndodhin shenjat e mëdha. Është për qëllim dalja e Mehdiut, e atij prisit apo udhëheqësit të drejtë të muslimanëve, i cili do t'i udhëheqë muslimanët në luftë kundër Dejxhallit pak para se me zbrit Isa alayhis salam. Tërmeti i madh që fillon me ringjalljen, thot i dha zulziletil ardu zilzalaha, kur toka tronditet. E kjo është i lehtësim për vëllezërit e motrat tona në Shkup, sepse duke kujtuar atë që është e madhe, këto tjera të bëhen shumë të vogla. Dhe inshallah me kërkimin e faljes madhit Zot, me përkujtimet e mira që ne do t'u thojmë nga ai, dhe inshallah do gjejmë më mirë atje, qetësohet nga ana psikologjike çdo vëlla dhe motër që sot është në sikletin e madh të tërmeteve.
Por thot wa akhrajatil ardu athqalaha. Toka kur vjen tronditja e madhe, e nxjerr toka thot çka brendsinë e saj. Cili do nxjerrë toka nga brendësia e saj? Ne që jemi këtu. Ja ne që jemi këtu. Po e khullu lë insanu idha ma mitu, do thot njeriu unë kur vdes nuk ringjallem më, kush guxon e kush ka fuqi thot në Kurani, thot njeriu kush do më ringjalli prap, thuaj ai që të krijoi për herën e parë dhe është i dijshëm shumë për çdo krijim. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, thot njeriu ç'a ndodhi këtu. Thot ai që s'ka ditë gjykimi, çfarë ndodhi këtu? Thot njeriu i cili s'ka besuar të madhin Zot, më gjeti mua çfarë ndodhi sot. Thot ai që po ringjall dhe po del përpara sundusit gjithësisë që kur se ka bën një vepër të mirë. Mirë për mua se që e ka e vërtet dita e gjykimit. Hadha yawmuddin, thot Kurani famlar, erdhi dita e të vërtetës, dita e gjykimit. Fa subhanallah al-azim. I lartësuar qoftë ai që na mësoi neve me Kur'an. I lartësuar qoftë ai që na dërgoi profet për të na ndriçuar. Mjerë për atë që i po jeton sot dhe po bën hijen si për faqen e tokës, që i po i bën veprat pa i mendu që i ditë do t'japi për to llogari. Na ditë dije se çdo vepër që e ke vepruar në çdo cep të tokës do të dali prezente yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Për çdo njeri që ka jetuar në tokë në sipërfaqen e saj do t'i tregojë rrëfimet e veta, ty duk do të ketë si detaj tjetër sonte do të dali prezent. Fa subhanallahu al-azim, i lartësuar qoftë krijuesi i madh i gjithësisë. Yawma idhi yasduru an-nasu ashtata. Në ditë thot ringjallen njerëzit dhe ndahen grupe si mas veprave që i kanë bë dhe presin gjykimin për veprat që i kanë vepruar. Njërë tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: o i dërguari i Allahut, ja Rasul Allah, meta sa'a, o i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha: madha a'adatta laha, çfarë ke përgatitur për atë ditë? Çfarë ke përgatitur? Edhe ti merre këtë pyetje për veten tënde. Çfarë ke përgatitur për atë ditë? Çfarë ke përgatitur për ditën kur do të hapet fletorja e veprave tua dhe Allahu thot: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexo librin tënd, lexo sot. Çfarë ke bërë? Andaj, vllai nderuar, motrë nderuar, atë që ke dëshirë me e pa, të shkruar në ditën e gjykimit kur e lexon fletoren te Allahu xhalla xhelaluhu, shkruaje sot në vepra, apo para se të vijë vdekja. Ndërsa atë që nuk ke dëshirë me e pa tek Allahu të shkruar, qof fjala apo vepër, nuk ke qef me pati, kështë pas qef aja mos të kështjen, pendohu nga ajo sot para se të marrë vdekja. Kështu ne e kuptojmë vdekjen, kështu vdekja rregullon jetën tonë, e rregullon besimin tonë, e rregullon veprimin tonë, e rregullon fjalën tonë, e rregullon moralin tonë, sjelljen tonë, gjitha këto i rregullon. Shiko, ky rregullatori famshëm dhe i mrekullueshëm i quajtur vdekja. Nga që duhet ta dimë gjithashtu se që ka me vdekjen, që kënduar është se vdekja është ajo që na ndon nga të gjitha ata që i kemi dashur, kemi nejt me ta, nga pasuria jonë, nga gjitha ato. Por kjo ndarje, në qoftë se kemi punuar si duhet, nuk është ndarje përhershme. Së shpejti dash Zoti, do të takohemi me ata që kemi dashur në xhenet të Allahut azza wa jall, që të flasim për to, në qoftë se ne kemi punuar për këtë gjë. Dhe vdekja është një lloj ngushëllimi për besimtarët se nuk është ndarje përhershme, nuk është ndarje e përhershme, por është e përkohshme. Me kusht, në qoftë se nga ata që jemi ndarë janë besimtar të nështruar Allahu të mënduar, janë penduar nga mëkatet e kështu me radhë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë se i ka ardhur Gjibrili dhe i ka thënë: ja Muhammed, ahbib men shi'ta fa innaka mufariquh. O ti Muhammed,
duaje këtë duash, sa të duash, dije se do të ndahesh prej tij. Andaj vdekja më thonë që mos të lidhe shumë jetën e kësaj bote me gjërat e kësaj bote, ka se dije se do të ndahesh prej tyre. Por në qoftë se dëshon të ribashkosh prap me dashamirët e tu, me ato që i ke dashur, atëre para se të vijë vdekja, apo deponoj tek Allahu xhallahu ala në depot e punëve të mira, ti gjen ditën e gjykimit tek Allahu i mënduar. Kjo është vdekja që kundëruar, kjo është stacioni i parë që duhet këtë mirë ta kuptojmë dhe të përtet të punojmë dhe të përgatitemi për atë ditë kur do t'i gëzohet bëmirësi, bëmirësisë e tij, ndërsa keqbërësi do të pendohet, por pendimi a ditë nuk do të bën dobi. Dhe tashmë i kthehemi prap njeriut për të vazhduar më tutje udhëtimin e tij pas ringjalljes. Nëse kemi thënë se ringjallja është një nga temat e rëndësishme të trajtuara në Kur'an, ku Allahu xhallahu ala përmend ringjalljen e krijesave. Dhe normalisht njerëzit do të ringjallen nga vendet ku janë varrosur, apo atje ku kanë mbetur të vdekur. Nga se jo të gjithë njerëzit që kanë vdekur janë varrosur, ka të atill që janë zhytur në thellësirat e detrave e kështu me radhë. Dikush është djeg si pasojë e për shembull aksidenteve të ndryshme e kështu me radhë. E rëndësishme është se ku do qofshin njerëzit, ku do qoftë përfundimi i tyre, ata do të ringjallen. Dhe duke qenë kështu të shpërndar në këtë tokë, sikurse kanë qenë të shpërndar gjatë jetës, edhe të shpërndar gjithashtu në barkun e kësaj toke, tash Allahu xhallahu ala i ringjall. E pas kësaj vije ngjarja e radhës, që Kur'ani e quan Hashr, dhe është një sure në Kur'an që ka emrin El Hashr. E çka është Hashr? Është grumbullimi dhe tubimi i njerëzve në një vend ku do të qëndrojnë para Allahu xhallahu ala dhe për dhënë llogari. Por qëndrimi para Allahut dhe dhënia e llogarisë janë stacione të radhës që nuk do të flasim sot për to, por sot flasim për grumbullimin, për atë që Allahu xhallahu ala e quan Hashr. Andaj Hashr është grumbullimi i njësive të një tërësie me një vend. Edhe nga kjo ka marrë emrin edhe kjo ngjarje, ky zhvillim që do ndodh ditën e gjykimit. Të gjithë do të mblidhen dhe ardhja e njerëzve të nderuar nga vend e ndryshme dhe grumbullimi i tyre bëhet në mënyra të ndryshme. Dhe aty do të ketë pamje të mira, por do të ketë edhe pamje trishtuese dhe të frikshme. Ajo që duhet ta përmend vetëm sa ta kemi parasysh vazhdimisht, para se të flasë edhe për këtë ngjarje, pas ringjalljes me një herë, madje para ringjalljes, me vetë vdekjen e njeriut dhe vendosjen e tij në barkun e tokës, çdo zhvillim pas kësaj bëhet në bazë të veprave të tij. Andaj malli i vetëm i njeriut është puna e tij. Në bazë të punës e ka edhe situatën në varr. Në bazë të punës edhe ringjallet, në bazë të punës grumbullot. Do të thotë çdo gjë bëhet tash në bazë të punës. Nuk është sikur të jetë në kësaj bote. Mund të njeriu nuk e meriton, nuk e ka në bazë të punës, nuk e ka në bazë të meritës, por mund të ketë privilegjin këtë botë, mund të ketë mirësi e kështu me radhë. Mund të ketë ndonjë njeriu që është punëtor, ka bëu mirë, por ja që njerëzit nuk ja dinë, nuk e shpërblen atë. Andaj në këtë botë ka mundësi që njeriu të ketë diçka pa merit. A është e mundshme? Është e mundshme. Pa punua, ka mundësi? Ka mundësi. Ndërsa botën tjetër nuk ka mundësi asgjë pa punë. Absolutisht. Çdo sen është në bazë të punës. Nuk është as në bazë të pozitës, as në bazë të dijes, as në bazë të pasurisë, por asgjë në bazë të punës. Edhe ringjallja është në bazë të punës. Edhe grumbullimi është në bazë të punës. Andaj njerëzit varësisht nga punët e tyre edhe do të grumbullohen, do të vinë nga vend ringjallja te vend tubimi, apo nga vend ringjallja te vend tubimi. Është një situatë e përgjithshme që Aisha radiallahu anha është çudit kur e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke përmendur
grumbullimin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati uratan hufatan ghurla. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, njerëzit do të grumbullohen ditën e gjykimit uratan, të zhveshur, gjithashtu këmbëzbathur, dhe sikur atë ditë që i ka lindur nëna. Aisha arsyti ka thënë, ja Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd, ka thonë si ka mundësi që burrat edhe gratë të jenë këtë mënyrë së bashku? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, al-amru ashad min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Çështja është shumë më e rëndë, më e vështirë se që t'i bie ndërmend dikujt të shikon dikun tjetër. Andaj kemi thënë se në atë botë nuk janë sikur se në këtë botë çështjet. Ndryshojnë disa çështje, edhe disa kritere, edhe disa interese, edhe disa kënaqësi kështu më ndryshojnë. Në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se njerëzit, sikur që e përmend në bazë të veprave, edhe do të sillen në këtë vend grumbullim, apo do të sillen në këtë vend grumbullim. Ka të tillë që do të sillen nga vend ringjallja, jo duke ecur, por duke u tërhekur zvarr për fytyrë, Allahu na ruaj. Allahu xhallahu ala thot, yawma nahshuruhum ala wujuhihim. A dit i ringjallim me ftyrat e tyne. Do të nahshuruhum, i sjellim duatem të vend grumbullimi dhe vend tubimi me ftyrat e tyne. Kur e ka dëgju këtë ajet një nga shokët e pejgamberit sa sëmë konë, ja Rasulullah, ka thënë, oj dërguar e Allahut, e qysh ka mundë si njëri me ftyrë me ecë, me ftyrë me tërhjek, ka thënë Muhammedi s.a.s. Ai që ja ka mundësu me ecë në dy këmbë, apo ai është që ja mundëson pastaj edhe me ftyrë, Allahu na ruajt, nga se i ka mrapshtu argumentet, e ka mrapshtu të vërtetën, andaj edhe e ka marrë në bazë të veprës shpëlimin. E mrapshton Allahu xhallahu ala. Ka njerëz që të vërtetën apo e kthejnë për fytyrë për tokë. E vërteta do të më qenë lart, por ai e kthen mrapsht të vërtetën. Andaj të vërtetës si ja qet fytyrën për tokë, ndërsa gënjeshtrës ja ngrit fytyrën për lart. E kështu të Allahu xhallahu ala e përmbys edhe ato ditë të gjykimit, sikurse e ka përmbys të vërtetën jetën e kësaj bote, Allahu na ruaj. Ka të atil që do të ringjallen të rëzër me disa ditë ka ardhë gërvishje dhe shkullje të mishit të ftyrës, e ka ardhë hadithe që do të vinë pa mish në ftyrë fare. Kush janë këta? Ka thonë pejgamberi s.a.s. do të sillë ditë e gjykimit njeriu që ka kërkuar për njerëzve pa nevojë, pa mish ftyra. Qysh ka qenë pa ftyrën këtë botë, Allah na ruaj, ka lyp për njerëzve pa nevojë. Ai për kërkesat e veta ka pas gjithkush me pas ma shumë kish pas çka më bëu, po gjithkush. Por ka disa njerëz për të nevojave esenciale, lakmia ishte që të kërkojnë të njerëzit, ose borx, pa njet me kthy, pa insistuar me kthy, ose duke u anku tek njerëz për gjendjen e keqe që njerëz t'u japin, kërkojnë, zgjatin dorën pa nevojë. Andaj këta ringjallen ose këta sillen nga vend ringjallet të vend tubimi, Allah na ruajt me këtë pamje të ftyrave të tyre. Gjithashtu njerëz që kanë qenë mendjemdhej në këtë botë, mendjemdhej, i kanë nënçmuar njerëz, i kanë përbuz njerëz, e kështu me radhë, mendjemdhej, e kanë refuzuar të vërtetën, s'ka pranuar që dikush më e këshillu, e këta si ringjallen, ose këta si sillen të vend tubimi, duhet të them, nga vend ringjallja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati, do të sillen mendjemdhënj ditë e gjykimit në formën e dherre. Kështu ka në hadith. Dherre, arabët i kanë thënë diçkafe që ka qenë më e vogël se bubreci. Do të jenë më të vogël se bubreci në këtë botë në formë të njerëzve. Formën e kanë qështot që njerëzit që shrinjallen, mirë po të vegjel. Andaj ka arë në transmetim, thot, yata'uhumun nas, i shkeli njerëzit, i nënçmojnë, sikurse kanë qenë ata duke i nënçmuar në këtë botë diken, në atë botë bëhen të vegjel. Ata që në këtë botë ka dosh më bëmë matë mëse që duhet, apo matë mëse që janë, ka dosh më rritë mbi njerëzit, më të regu me ndje lartë, Allah në ruajt,
Allahu xhallahu këta njerëz i sjell nga vend ringjallja të vendtubimi në forma të vogla. Nuk i sheh askush nuk i bën pasparë, kërkush nuk ka kushton vëmendje përkundrazi. Njerëz i shkelin, Allahu na ruaj ata. E pamje të tjera të frikshme, të tmerrshme të mëkatarëve që do të sillen në këtë vendtubim. Ndërsa ka njerëz që do të sillen të ndërlozën me nderime të vendtubimi, me nderime. Andaj Allahu xhallahu ala thot në surën Maryam: Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. A ditë të devotshmit yahshuru al-muttaqin. Allahu i sjell të vendtubimi wafda. E çka është wafda? Waft gjuhën arabe thot delegacionet. A ke pasur për shkak kur vjen delegacion çysh vjen? I hipur në makinën më të mirë, i përcjellur me konvoj, me karavan për para, për masa, duke rujt me nderimet më të mëdha. E ditë në gjykimit, kush e përbën këtë karavan, këtë konvoj të devotshmëve? Me lajket e Allahut azza xal. Allahu xhallahu ala nderime besimtarve që në këtë dunjë kanë dhënë mund dhe angazhim me ecë për ta zbatuar urdhën e Allahu xhallahu ala. Ka dalë në xhami edhe pse është ftoftë, edhe pse është natë. Apo ka shku me një vend edhe pse është vështirë, po Allahu po e kërkon. Apo janë mundu. Allahu xhallahu ala nuk i mundon këta ditë të gjykimit me ecë këta në kom dhe të vend tubimi. Apo po i urdhon me lajket me i bajt mbi supët e tyre me karavane speciale për treguar se këta janë grupi i posaçeve atë. Sa këtë botë ka musliman që plot për njerëzve të thjeshtë, të ngrohtë, apo kush asjell që rrugën këtë dunjë. Apo asja për parësin këtë botë, por të Allahu është i madh atë. Të Allahu ka vlerë. Allahu xhallahu ala bën që ky njeri për shkak të devotshmërisë të sjellet të vend tubimi apo me nderimet më të larta që ka mundësi me i përjetu një krijesë Allahut azza xhallahu. Madje ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se besimtarët e drejtë do të sillen të vendtubimi edhe me disa shenja. E cilat të shenja? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min al-wudu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ummeti jam do të thirret ditë gjykimit, do të thirret të vendtubimi, apo si do të thirret? Si do të ringjallet krahas aty nderimeve? Do të jenë gjithashtu me shenja të sejdës dhe me ndriqime në vend të abdesit. Do të aty ku e ka rrok uji i abdesit, apo ku e ke lag gjymtyrën me abdes, ditën e gjykimit, ditën e vendtubimit, do të shndrohet në dritë që ndriçon rrugtimin të drejt vendtubimit ku Allahu xhallahu ala i ka ftuar krijesat. Prandaj shikoni dallimet mes atij nënçmimi dhe këtij nderimi. Kush e ka bërë këtë dallim? E ka bërë këtë dallim vepra çdo kujt për neve. Andaj atë ditë nuk ka privilegje me të njohshëm, nuk ka privilegje apo me interese. Ke punu, nderohesh, s'ke punu, nënçmohesh. Dhe gjithashtu vendtubimi i njerëzve do të bëhet në tokë. Nga se na kemi cek në dersën e kaluar se Allahu thot yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi. Nga ato që do të psojnë krijesat e tjera është edhe ndryshimi i tokës. Do të ketë formë tjetër, nuk e ka këtë formë. Është e shtrirë, pa kodra, pa pengesa, e zgjeruar. E përshtat Allahu që të gjitha krijesat e Allahut për njerëzve dhe gjindve t'i zënë me një vend, apo për t'u përgatit për arën e Allahu xhallahu ala për gjykuar mes krijesave. Andaj është një pamje e tmerrshme, e frikshme për shumë për njerëzve. Për këtë arsye dhe Allahu xhallahu ala thot: "Yawma yafirru al-mar'u min akhi." A ditë njeriu ik nga vllai vet, wa ummihi wa abi, nga baba, nga nona e tij, wa sahibatihi wa bani, ik nga gruaja e tij, nga fëmijët e tij, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Çdo kush atë ka galën e vet, të lashën e vet, apo çka do duhet me mua, si do të jetë llogaria.
Andaj pami më të vërtet që nuk ndihet i sigurt askush pos atë që ka siguruar Allahu xhallahu ala me punët e tij të mira që ka jetuar në kësaj bote. Andaj të ndërlozër gjitha këto që do ndodhin, thash kjo është vetëm një zhvillim nga vend ringjallja drejt vend tubimit, apo është një shteg që kalohet, por që nuk kalohet njëjtë. Pse? Nga se shtegun e kësaj jete jo të gjithë e kanë kalu njëjtë. Apo një jetë e këna pas, por se kemi kalu njëjtë, se kena pas udhë të njëjta, se kena pas shtiq të njëjta, prandaj nuk mund të jetë edhe nesër njëjtë, sikurse Allahu xhallahu ala thot, apo a mendua se njëjtë kemi pas jetë me vdekjen? Ja, s'është njëjtë. Nuk është njëjtë. Jeta e këtij dallon nga jeta e këtij. Prandaj edhe vdekja e këtij dallon nga vdekja e këtij, dhe ringjallja e këtij dallon nga ringjallja e tij. Prandaj edhe vend tubimi i këtij dallon nga vend tubimi i këtij. Përfunduat i përmendni 2-3 dobi nga kjo ngjarje, nga se sikur se kemi thënë, nuk dëshirojmë që të marrim ngjarjet nga bota e ardhshme si diçka që është e ardhshme, por gjitha ato zhvillime kanë reflektim praktik në jetën tonë të përditshme. E para është çdo zhvillim, çdo ngjarje e ditës së gjykimit duhet që të na ushqen zemrën me madhnimin e Allahut xhallahu ala. Ana sikur se kemi thënë tek ringjallja, po e themi edhe tek vend tubimit të hashri. Sa ka krijet të shpërndara, apo të barahi, madje të tretura në ujë, madje të tretura dhe të humbura në tokën që kanë jetuar mbi te. Gjitha këto Allahu xhallahu ala me një urdhër, apo me një urdhër i grumbullon të gjithë Allahu me nivel ato. Nuk ka kush që ja kthen urdhën Allahu xhallahu ala. Prandaj shikoj Allahu, po me desht Allahu xhallahu ala që njerëzit këtë botë ti përulën, vallahi veç me një fjalë nuk kishte pas mundësi kurkush me i rezistu urdhët Allahu xhallahu ala. Por Allahu xhallahu ala unat e tij ka bërë me dëshirë. Dhe Allahu azza wa jall me urtësi dhe me hikmet të tij nuk e ka njoftu askën kur ka me ndodh dita e gjykimit. Çka ka njoftu Allahu azza wa jall pejgamberin Allah, dhe çka ja ka leju neve me na njoftu për ditën e gjykimit. Na ka njoftu Allahu në Kur'an i Kerim se dita e gjykimit është afër. Ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Është afru dita e llogarisë. Megjithatë, njerëzit në pakujdesi, jo të përgatitur për atë ditë. Ka thonë Allahu në Kur'an i Kerim: "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Ta ko e din ti, ndoshta kiameti është shumë afër. Ka thonë Allahu azza wa jall në Kur'an i Kerim: "Iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar." Është afru dita e gjykimit kur? Në ditë kur është shahona. Qarja honës ka ndodhë në kohën e pejgamberit Allah. Aq afër Allah e ka përshkujt ditën e gjykimit, derisa në Kur'an i Kerim ka thonë Allah: "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Secili prej jush le të shiqon veten e ati çka ka përgatit për nesër. Ditën e gjykimit e ka konsideru si me ndodh nesër, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thonë: "Bu'ithtu ana wasa jamia." Tha jam dërgu une me ditën e gjykimit bashkarisht, derisa jam frik apo akon dukem të i kalu dita e gjykimit me ndodh para se me ardh unë. Në rivajet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bu'ithtu ana wasaka atayn." Kështu pejgamberi Allahu ti ka barazu ti kish. Ka thonë jam i dërgu me ditën e gjykimit kështu. Disa dietar ka thonë çka e ka për qëllim kështu. Ka thonë ki kisht ashma i ka që ki gjithë. Kjo dunjoja dhe kjo ditë e gjykimit.
sa ka met prej dunjas, sa ka dallim kishti tregues prej kishtit të mes. Dhe një mendim prej mendime djetar, ndërsa Ibn Rajab al-Asqalani thot, mendimi më i vërtet i shumicës së dietarëve e ka për qëllim dallimin mes kishtit dhe kishtit. A ka kish mes këtyre dy? S'ka. Pra dhe s'ka pejgamber pas meje, po pas këtine kushve ditë e gjykim. Këta ka dosh me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që i ka thonë jam i dërgum, ka ardhen me ditën e gjykimit, si që është kishti tregues me kishtin e mesëm. Dhe njani prej nesh thot, qash afer Allahu e ka përshkruj, a na peshohmi se që 1400 e trotin një vet, apo masaksisht që 1444 vend që i ka ardhë pejgamberi Allahu, kiameti s'ka ndohë. Pra qish Allahu po thot afer, Allahu ka thonë Kurani Kerim, innahum yarawnahu ba'ida, atire po ju duket larg, wa narahu qariba, na po e shohmi afër. Nëse njani i jep borç për 50 vjet, kalojnë 45 vjet, çka thu? S'ka met mo, si ka met ati borç vetëm pak. Afër është me la borç, s'kan met e 5 vet. 5 vet pak? 5 vet ndoshta janë shumë. Mirë po ngrasim me 45 është pak. Këta ka dosh me thonë pejgamberi Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dosh me na thonë, me krahasu botën prej te Ademi alayhis salam, edhe ato ditë që i kanë kalu deri sot,